Na nuk kemi, as na ka ro Kina, as nuk na ka i Serbia, as nuk na ka ro Rusia, jena në kushte normale. Pyetja 1 milion që a kem, as kem kuvend. Por për para se marrë të kjo, si e komenton situatën zoti Abazi? Ka vdek kuvendi, nuk ka demokraci në Kosovë. Veç për çto nuk njihna përgjithë se nuk e as unë as te. Kena me folë me Hakiun sot edhe për përgjithësinë nga dihet ndasitë e tij me ta që i ka pas, me secilin subjekt politik në Kosovë, po një herë edhe me përgjithësinë edhe me fajin që kemi pas secili prej nesh, ndoshta për shkak të asaj ton hajt ti provojmë si provojmë edhe ato dhe këto. Zoti Abazi këtu në Mirëmbrëma. Mos ta dash faturën e fajit, se fajin e kena krejt sa kena pas pozicion të qendrim para pazit. Bojna na, me përgjithësi jena këtu. Me përgjithësi jena. Haki. Thash, nuk jemi as të okupum, nuk ka ndodhur as invazion ndaj Kosovës. Jemi në kushte të lira. Çuditërisht nuk e dim ende a kem kuvend, as kem kuvend. Presidenti Jan Sabah thot, nuk ka kuvend, e shpërndan kuvendin. Kryeministri Nora 4 thot, nuk ka të drejtë, ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese. Do me thonë, organi më i lartë shtetënor është i paralizum. Ironia më e madhe, përfaqësuesi i popullit, në këtë rast deputeti, nuk e din a është deputet apo nuk është deputet, e gjitha kjo për shkak përgjithësisë dhe fajit të dy personave, Vjosa Osmanit edhe Albin Kurtit. A ka sqarim kjo situatë zoti Abazi? Po them, na e dim cilat situata nuk funksionon shteti, kur ka okupim, invazion, na nuk kemi, as na ka ro Kina, as nuk na ka i Serbia, as nuk na ka ro Rusia, jena në kushte normale. Pyetja 1 milion që a kem, as kem kuvend. Por për para se marrë të kjo, si e komenton situatën zoti Abazi? Tani, ju kujtohet kur kam qenë deputetun në legislaturën që e ka përfundu për herë të parë, 4 vjeçorin e kam pas qitë një karrik me një peshkir. Ka vdek kuvendi, nuk ka demokraci në Kosovë. Veç për çto nuk njihna përgjithë se nuk e as unë as te. Jam i bindur në këtë punë për shkak se e kemi përcjell një tjetrin në jetën publike e politike, nuk kemi nejt heshtun, e as nuk jemi pagu për me shujt ose për me ndërtu një narrativ tjetër. Domethënë, ai kuvend është sa për sy e faqe. Shtoja këtu edhe këto vjedhjet e fundit, zgjedhjeve të fundit, për cilat s'po flitet sot. Po ata njerëz janë një numër i madh i tyre janë njerëz votave të vjedhura, edhe një sistemi elektoral që është plotësisht i korruptuar. Domethënë, nuk mundesh me prit demokraci me një shtet parlamentar kur ti nuk i kuvend demokratik, edhe përfaqësim demokratik. Rrjedhimisht edhe produkti. Qysh para 4 vjetë kur e ke qit karrikën, ka vdek kuvendi, ka vdek institucioni më i lartë shtetënor? Kuvendi i Republikës Kosovës është mashtrimi më i madh i demokracisë në Kosovë. Çka është ai nëse jo kuvend atëherë çka është zoti Abazi? Jo, po në takimin e Komisionit për Legjislacion, çfarë marrëzie ndodhi aty me çështjen e amandamentimit të kushtetutës për zgjedhjen e presidentit me votë direkte. Mas 14 viteve, kthehen amandamentet në momentin e fundit për me kriju një krizë e me shpërqendru komplet. Kjo më nësë pjesë e veçantë kjo. Jo, po kjo është shumë e rëndësishme se tregon që çaj kuvend, kur s'ka komisione funksionale, kur s'ka demokraci në komisione, e Kurti me dorën e tij e ka mbyt demokracinë parlamentare të Kosovës. Vjosa ka nejt e heshtur, që tu kemi thënë bashk, Vjosa më ka luftu mu, që kam qenë ura lidhëse ndërmjet Kurtit edhe Vjosa Osmanit, për me u bo takimi të muzeu, që përfundimisht Vjosa mu bo kandidate për president edhe rrjedhimisht është bo. Ekskluzive, ju keni qenë kumara si ke bo bashkë Vjosën me Albinin? Më njerëz, është historia, janë gjitha takimet që janë bajt, unë kam qenë ura lidhëse, njëjtë që kam qenë me përgjithësi të plot, po e them, ura lidhëse për një koalicion LDK-VV. Edhe Kurti nuk kalon as një urë pa e djeg, edhe nuk kalon pa e trastu askon. Vjosa ka morë e fundit vesh, i ka bo shërbimin deri në fund, deri në datën e zgjedhjeve me 28 dhjetor, edhe tash po e pagun çmimin e naivitetit saj. Naivitet apo strategjia, apo po flasim për dy politikanë që kanë një mendësi të veprimit politik zoti Abazi. Po. Se thatë, unë e kum bo takimin te muzeu, unë e kum bo ato, unë e kum bo këto, edhe Vjosa ka fillu me më luftu mu zoti Abazi. Tash po flasim. Ka nejt e heshtur për ballë luftës, ka nejt e heshtur edhe Besnik Tahiri ka votu për më mjek prej kryetarit komisionit për punë jashtme. Apo kupton, kalkulimet gabume krejt. Sepse nuk është më e vështirë me mbrojt demokracinë këtë vend, se so mu bo pjesën i trenit i cili shkon kështu në ramje të lirë, edhe që ku kemi mrit. Zoti Abazi, pyetja... Ama pyetja, a kem kuvend, a nuk kem kuvend, nuk është pyetje e komplikuar, Fidan.
Jo, për mu shumë e komplikume, se kuvendi, situata, institucionet, bimë vetëm rast të okupimit. Presidenti a thot e shpërndan